Mirë se erdhët të dashur ujor, mirë se erdhët tek Letra Trefejnë, jam Diana dhe do bëjmë një mesazh për ju. Ja, shikoni letrën e juaj, nuk keni nevojë shumë të dini të lexoni për ta kuptuar nga vetë pasqyrimi i kësaj letre. Të dashur, për ju po vjen një periudhë ku një dëshirë apo qëllim e rëndësishëm po realizohet. Kjo letër tregon kënaqësi personale, lajme pozitive, dhe ndjenjën që më në fund diçka po të ecën ashtu siç ke dashur. Të dashur jorë, në jetën praktike mund të arrini një sukses që ke pritur prej kohësh. Qoftë në punë, financa, apo në ndonjë plan personal. Ka shumë mundësi që të ndihesh shumë më e lirë, më e qetë dhe më e sigurt në veten tënde. Disa ujor mund të realizojnë një udhtim, një blerje apo një projekt që ju ka qëndruar në mendje prej kohësh. Nëse ka të bëj për ca ujor në dashuri, kjo letër sjell flirt, afrim emocionale dhe periudha më të bukura emocionalisht. Por mbi të gjitha tregon që ti do të fillosh të ndihesh mirë me veten ujor dhe kjo ndryshon shumë mënyrën se si të afrohen njerëzit. Pra, kur jemi mirë, tërheqim dhe mirësi. Megjithatë, kjo letër ka edhe një paralajmërim të vogël. Mos u bëj shumë rehat apo egoiste, ta them kështu. Sa po gjërat të fillojnë të ecin mirë, ka diferencë mes të shijosh suksesin tënd dhe të mendosh që çdo gjë do vi pa përpjekje. Këshilla pra e kësaj letre thot, kur gjërat fillojnë të ecin mirë, mos mendo tani u kryes, kam nevojë të mundohem më. Shijoje suksesin absolutisht ujor, por vazhdo me kujdes, punë dhe disiplinë për suksese më të tjeshme.